15 milion euro, koti 71, pamja më spektakulore e Dubajt me Blue Waters, JBR edhe Pullman e Dubajt, 565 metra katror sipërfaqe, 6 dhoma gjumi, 7 banjo e shumë gjona tjera. Sot gjendemi në pallatin Edgers JBR, i cili ka përfshinjen më të lartën në kulm në 400 metra lartësi, një dhomë e ditës shumë e madhe me tavolinën e bukës për më shumë se 10 persona. Kuzhinën e kemi këtej të lidhur me sallonin këtu, edhe vazhdojmë te vendi i banorëve. Një banjo e vogël për mysafirët, këtej ndohen dhomat e gjumit, vazhdojmë te dhoma e gjumit e mysafirëve. Këtu është banjo normale lidhne, në Dubai ka më shumë banjo se sa dhoma e gjumit. Këtu shtrati me 2 shtrata, do më thonë i ndam. Saloni i dytë i apartamentit për vizitorë që vijin. Dhoma e gjumit numër 2 me banjo të lidhne, kuptohet shtrati edhe pamja ka Jebel Ali, ku do ndërtohet qyteti i ri i Dubai, do më thonë një ndër qendrat e reja. Vazhdojmë të dhoma gjumit tjetër. Spari na pret këtu, zyrja e pronarit. Edhe këtu një dhomë tjetër. Normal, me banjo të lidhne, dhoma si dhomë është goxha e madhe, kemi në çdo dhomë televizor. Edhe vazhdojmë. Këtu është një ndër daljet, do më thonë një 2 dalje në këtë apartament. Një dhomë tjetër e gjumit për mysafir ose për një fëmijë, edhe vazhdojmë këtu. Prap banjo e integruar me dhomën e gjumit. Këtu tash e kemi dhomën me pamje kadeti, prap 2 shtrata, televizori, gjitha gjonat janë të integruar. Çdo apartament në Dubai i ka dollapat e integruar, edhe vim te master bedroom, dhoma e gjumit e madhe e apartamentit. Pse është e madhe? Sepse e kemi një dollap ose një zhveshtore këtu, banjo shumë e madhe këtu e integruar, normal. Edhe prap na pret pamja kadeti. Mendimin tim, pamja më e bukur e qytetit, koti 71, 15 milion euro, 565 metra katror sipërfaqe, edhe shikoni këtë pamje. Tregomni në komente ose bëni një tek personave që e kanë mundësinë mi blej këtë njësi. Jo mirë pres.